Përshëndetje miq, sot jemi në kapitullin e 3 të dorëshkrimeve të përmbledhura në librin Relacion Universal. Libri Relacion Universal është përmbledhur nga dorëshkrime origjinale të cilat gjenden në bibliotekën e Fermos dhe që nga atje i ka nxjerrë shumë i nderuari Mark Palnikaj. Në kapitullin e 3 do të shikojmë nga dorëshkrimet origjinale të asaj kohe, të mbledhura nga fretërit, të cilët ato shkonin qytet me qytet dhe fshat me fshat dhe marrin shënime mbi popullsinë shqiptare, mbi cilësitë shqiptare, mbi zakonet shqiptare, mbi doket shqiptare, mbi fiset shqiptare, ku banonin, cilat fise në çfarë fshatra banonin. Në dorëshkrimet e kapitullit të 3 gjithashtu do të shikojmë për një popull të lashtë, i cili ka ardhur nga një vend tjetër. Pra, flitet për një popull me flokë të verdha, me ngjyrë të bardha, që flitet për shqiptarët e lashtë, nga kanë ardhur dhe ku janë vendosur. Sipas dorëshkrimeve të mbledhura të asaj kohe, duke u bazuar edhe nga shënimet ditore të vitit 1630, duke u bazuar gjithashtu edhe nga dokumentet që quheshin ato kohë dokumentet e lashta. Do të shohim për kështjellat shqiptare të asaj kohe. Shohim për zakonet familjare, se si nënat shqiptare i rrisin fëmijët e tyre, si i edukonin ato, çfarë zakon kishin familjet shqiptare. Gjithashtu këtu do të shikojmë edhe për ndershmërinë e gruas në ato kohë dhe se si turqit në këto fshatra dhe në këto vende, në këto provinca ku femra quhej shumë e ndershme, se si turqit e asaj kohe për të mbrojtur këto doke dhe zakone, gjithashtu megjithatë kishin lejuar që në burrë të martohej me disa gra, në këto fshatra, në këto provinca nuk lejonin asnjë grua të përdalë ose si quhej në atë kohë prostituto që të futej në këto fshatra, por nëse ndodhte një gjest i tillë, nëse një femër e përdalë futej në këto fshatra ku quheshin femra dhe familjet e ndershme, atëherë ato femra ato i merrnin dhe ja shitnin dikujt tjetër si skllave. Gjithashtu në episodin e 3 përshkruhet mjerimi, varfëria, mos shkollimi dhe mos arsimimi në gjuhën shqipe, që kjo ishte një mungesë shumë e madhe dhe kjo dërgonte në një ignorancë, në një prapambetje, në një mosvedije të mbarë shqiptarëve. Gjithashtu në kapitullin e 3 do të shikojmë se sa vlerësoheshin miqt, si priteshin miqt, sa vlerësoheshin pleqt. Kur vinte miku në shtëpi, çfarë zakonesh i bëheshin? Gjithashtu në vazhdim të saj do të shikojmë se si zakonet dhe traditat shqiptare vazhduan të përzihen me zakonet dhe me traditat turke. Pra shqiptarët vazhduan të marrin zakona dhe tradita nga turqit, duke jetuar si ato, duke vepruar si ato, dhe këto zakone dhe këto doke duke i futur deri në shtëpi. Tek shkrimtarët të vjetër, zënafjella e këtyre popullsive është e ndryshme, por më e sigurta është se kanë ardhur në Shqipëri pjesa më e madhe nga Armenia, zonë pranë Kolki dhe nomade nga Skithja aziatike, sikurse thotë Kalepino dhe Monstero në librin e tij rreth kozmografisë të korrigjuar dhe të plotësuar. Njerëzit kanë gjatësi trupore të lartë, në malet të veçanti dhe thuhet se lindin me flokë të verdhë dhe me fytyrat kanë lëkurë të bardhë e të theksuar, përzier me ngjyrë të kuqe gjaku si në uthull. Këto e kanë emrin shqiptar. Gratë e këtyre vendave e kanë zakon që fëmijët që lindin për të mësuar dhe për t'i bërë që ndresën ndaj vuajtjeve i zhysin në gavetë dhe i lajnë çdo ditë, të paktën me pak ujë të ngrohtë dhe kurrë nuk i mbështjellin dhe nuk i lidhin me co halini, që të mos i rrisin delikatë, por me lesh të butë dhe jo të vrazhdë, u endin atyre, po kështu disa veshje, mes të cilave në fëmijërinë e tyre të hershme i mbajnë të mbështjellë dhe kurrë ose shumë rrallë lejojnë që t'u jap zhi një grua tjetër përveç se nënës së vet. Pika 2. Burrat e vendit dhe të maleve kryesisht që të mund të fitojnë luftrat e organizohen sipas stinëve, janë mësuar që të punojnë në dimrat shumë të ashpër dhe në kulmin e stinës së verës në qiell të hapur. Nuk mungojnë të lodhen, dikush në kultivimin e terreneve të tyre e në mënyra të veçantë në fusha të tjera, duke ecur natë e ditë, në përmale e në përpyje, në përbimësi të dendur e të ngjeshur, në përlumejna dhe liqene, me qëllim që gjuetina peshkimin e duke pasur parasysh tinët, flenën për tokë të qetë. Për kohën që po flasim, qartësia e gjakut shqiptar, duke pasur parasysh konjunkturat e kohërave, është deri diku e errët, e panjohur dhe për shkak të përndjekjeve të rënda të otomanëve, ngjyra e errët e tyre në fytyrat, saqë me vështirësi arrin të dallosh nga pamja e jashtme, sukush është fisnik dhe nga ai që nuk është i tillë, dhe i vërtyqmi dhe i dituri nga i padituri. Nuk mund t'i dallosh pra as pak, por jetojnë deri në ditët e sotme prejardhje tepër të vjetra, që nga veprimet virtuoze dhe heroike, si në armës si dhe në virtytet e pararzve, e fisnikëruan ata,
Për këtë arsye, njerëzit e këtij kombi patën gjithmonë prirje të theksuara për luftën, sikurse na u tregon historia e vjetër e Maqedonasit të Madh që prej tyre merrte falangat e tij dhe princi i pathyeshëm i periodave Skanderbeu që mbante me vete gjithmonë 3000 burra tepër të fuqishëm. Tani kjo gjë është parë në betejat moderne që ky komb që gjithmonë plot vitalitet për të fituar nder i gëzohen shumë, pastaj njerëzit e gjuetisë që e ushtrojnë kurianë të lirë nga punët e kultivimit të tokës, sepse vendi ka si male të bollshme, ashtu edhe fusha të mëdha, pyje të dendura dhe shumë kafshë të egra. Kështu, ata ushtrohen në gjueti dhe sigurojnë në sende të bollshme në numër të madh. Kushdo qoftë ai që gjuan, e ndajnë bashkë ato që kanë siguruar dhe e kanë gjithmonë zakon që të dërgojnë si dhurata shpatullat e kafshëve të vrara, pamullitareve dhe meshtarëve të tyre. Pika 4. Doktrinat dhe shkencat persiatëse janë e hequr dhe ndaluar krejtësisht nga sundimi titanik i armikut të besimit të shenjtë, duke mos patur shkolla që të mbahen vetë e duke mos e lejuar turku, por janë shumë të thjeshtë në formim dhe të pazotën në kryerjen e së të së mirës, saqë jo vetëm shekullarët, por edhe njerëzit e kishës, klerikët me zor të madh dinë të lexojnë gjërat e besimit të shenjtë, që shërbejnë për shpëtimin e përjetshëm të atyre që u përkasin. Për këto arsye, për shkak të verbërisë të tyre të madhe dhe padijes, ata të malëve pak ose as pak dinë për sakramentet e shenjat të besimit, si rrëfimi dhe kungimi. Madje janë aq larg kishës saqë vetëm një herë në vit ose 2 herë kanë zakon që të shkojnë në kishë dhe të shtunën e madhe që është në një prej tyre ditëve të përmendura, duan të gjithë të rrëfehen e të kungohen, pa asnjë nderim që është për të vajtur, që megjithatë nuk është për të habitur nëse ata gjenden me një kuptim të refuzuar sepse gjenden të rënjosur në ta vrasjet, grabitjet dhe plaçkitjet, vjedhjet, hakmarrjet e gjakut, grabitjet e fëmijëve dhe të vajzave, për të shitur sklevër dhe çdo zakon tjetër të keq. Prej tyre ndryshojë aq shumë të krishterët e fushave, si sepse kanë më shumë dritë në gjërat e hyjit dhe pse janë shumë të shtypur nga turqit, e prandaj nuk mbesin keq kretuara e të zbrazura e të braktisura kishat, por çdo të diela dhe festa solemne të paktën janë të frekuentuara e të pastruara nga gjërat e vjetra dhe kur u afrohen atyre nuk largohen nëse nuk janë mbaruar të gjitha meshat. Pika 5. Mjekët, që edhe pse shumë rrallë ushtrojnë zanatin mes tyre, nëse mundohen pasurohen me zanatin e tyre, sepse ilaçet e studiuara dhe të shpikura nga shkencat nuk janë në përdorim dhe me uje e ushqime dietike e kanë si zakon të shërojnë ose të lënë të vdesin njerëzit. Gjenden jo pak në disa fusha, disa berber të cilët duke shërbyer nga nevoja si mjekë dhe kirurgë, pastrojnë plagët e të sëmurëve dhe heqin nga të sëmurët gjakun e tepër dhe pasturohen kështu me këto ndërhyrje nëse pjesët e ynëra nuk pastrohen nga shoshunjat muhamedane që u thithin pasurina. Pika 6. Mes këtij kombi ushtrohet shumë zanati i blegtorisë, sepse e kanë për zakon që të shkojnë me bagëti grigjat e tyre, ashtu sikurse njerëzit shkojnë në shkollë. Me bagëti të shkojnë njerëzit në moshë dhe fëmijët, vajzat të reja dhe të rinj, të cilët me ndershmëri të madhe ruajnë bagëtitë e tyre. Për këtë arsye, me që gati të gjithë janë kushtuar bujqësisë dhe jetës së blegtorisë, gjenden mes tyre pak tregtar dhe artizan të krishterë dhe ata pak që gjenden si për shkak të varfërisë së vendit, që ka shumë pak para në qarkullim, shumë pak fitime, mundohen njerëzit të sigurojnë, megjithatë është e vërtetë që secili siguron dhe përpiqet për aq sa mundet të bëjë si burrat ashtu edhe gratë, që të vinë në kujdes nevojave, të jenë në zonja të shtëpisë së tyre dhe të kryejnë tregtinë e gjërave të tyre në tregjet që mbahen në vend. Një gjë që duhet thënë për këtë vend e që ja vlen të vihet në dukje është nderi i grave. Gjë që për dashuri ose për frikë është shumë i vlerësuar. Prandaj e ka këtë zakon të mirë turku që edhe pse e lejon poligaminë, martesën me disa gra, në asnjë rast nuk lejon dhe nuk mundëson që të sillen në vende gra të këqija, pra prostitutat, në vende ku banojnë të krishterët, sikurse e thonë sillen në vende gra të këqija dhe prostituta. Sikur e thonë besimtarët se në shumë vende edhe në disa zona të krishterimit lejohet, edhe nëse qëllon, edhe rastësisht që një gjë e tillë të zbulohet, që të jetë një grua me sjellje të
të këqija, që të jetë e martuar ose që është rrugës për të martuar, e që për shkak të mëkatit është bërë skllave e djallit, kështu pra menjëherë nga vojvoda dhe kreu i drejtësisë arrestohet dhe ushtiret dhe shitet si skllave të tjerëve. Pika 8. Të krishterët e Shqipërisë janë shumë të kujdesshëm e të dashur me pleqtë e të varfërit, të sëmurët e shtektarët, që duke qenë se nuk gjenden në përfshatra të vendit spitale, si dhe as hane dhe vendet për të kaluar natën, përveç ndonjë mejhanje në qytetet për të pirë, është zakon i kujdo kur i nevojitet të shtektojë ose të shkojë për punë, të udhëtojë në vendin për të vizituar të afërmit e tij ose miq ose nunë e kumbari. Priten prej tyre plot dashamirësi dhe kujdes kudo që të gjenden këta udhëtarë në çdo shtëpi të krishterë, që të hyjnë me kënaqësi dhe pa pagesë, e sipas mundësive u bëhet pritja, e pasi u lajnë këmbët, u japin të hanë, të pinë, të flenë. Dhe duke thënë se duke qenë se janë shumë të përzier me turq në fushat në mënyrë të veçantë, me turqit kanë mësuar zakonet e tyre, duke ngrënë e duke pirë, duke fjetur për tokë, me ndonjë mbulese ose batanie ose tapet ose ndonjë tjetër të kësaj natyre prej qilimash. Në malet, pastaj, për sa u përket ngrënies, zgjedhin që të rrinë në tryezë, mbi të cilat si shtroje vendosen një lëkurë ku vënë ushqime. Pikë 9. Është zakon i vendit që kur bëjnë festën e vendit të tyre, miq të nisen nga larg dhe bashkohen me të afërmit të festuar festë për të festuar festën e shenjtit, me dreka e solemne, gatuajnë mirë me ushqim dhe pije, këndojnë për gati 3 ditë, duke ndezur qirintë e duke ngritur në këmbë herën e parë kur ngrihet dollia për nderin e shenjtit, duke u argëtuar gati gjithë ditën e deri në mesnatë. Në festime të tilla, disa konsumojnë të gjitha sa kanë mbledhur e grumbulluar, dhe pse nga njëra anë janë të denjë për mëshirë, duke u shërbyer atyre. Ato festa si italianëve bakanalet, që janë sikur të ishin po kaq të gatshëm e të zellshëm që të nderonin këto festa, duke shkuar në meshë të ushqeheshin me fjalën e hynjt dhe të fitonin, e ndërsa pastaj në tryezë të kishin përmbajtje e të mos qortonin e të mos flisnin keq për të tjerët. Nuk do të ishte ky zakoni, po kush mund t'i përshkruajë zakonet ose më mirë të thuash abuzimet e këtij kombi që gjenden mes turqëve. Këto gjëra vihen re edhe mes muhamedanëve, të cilët kanë zakon të bëjnë be e betime, por pastaj këta të krishterët dallohen për abuzimet me betime të rrema. Në kujtimin e të vdekurve dhe në lutjet për ta, ky është populli i devotshëm, por devocioni gjithmonë shoqërohet me ndonjë poshtërsi, e kërkon hakmarrjen me lehtësi, por është shumë i vështirë për ta falur. Nuk është blasfemues, por truan hakmarrjen me lehtësi, por është shumë i vështirë për ta falur. Si përfundim, për ta përmbyllur mirësinë e tyre në zakonet nga ndonjë deformim, sikurse do të tregohet më tutje në relacionet vjetore, lexuesi do t'i konstatojë vetë e do të shohë se është gjithmonë e shënuar. Pra, ky ishte kapitulli i 3 i librit Relacion Universal, letra, dorëshkrime të viteve 1630, ku janë shkruar duke vajtur në çdo fshat, në çdo provincë të Shqipërisë, si në male dhe në fusha, dhe duke parë mënyrën e jetesës atje, duke parë doket, duke parë zakonet dhe duke parë se çfarë ushtrohet në ato kohë. Dhe unë nga që ky libër nuk ka mundësi të shkojë në dorë të gjithëve, nuk mund ta gjeni diku që ta bleni. Ka botuar vetëm disa libra, pra një masë shumë të vogël, dhe unë e kam marrë nga Mark Palnikaj dhe sot po e lexoj për ju.